6. Kujtimet më të bukura i keni këtu në Ishull? Kujtimet bukura kemi këtu në Ishull, se këtu kalome dhe rinin, edhe deri sa vajtën gjysmë moshë. Unë kujtoj si fillimi ishte një kënaqësi që më përpara flitej jeta bëhet dhe në majtë malit dhe me gjithmonë. Ne i kemi përballuar jetën, ne kemi bërë shumë të mirë, një qik me sakrifica, se jetë pa sakrifica dilte në lundrim me muaj të tëra. Me gjitha të ne gratë e Ishullit kemi qenë heroina, në përgjithësi të gjitha gratë, se bashortët largoheshin situata, gëdishmëri, kemi kaluar shumë mirë. Detyra, lundrime. Si më them mua, kur më vinte pas një muaj nuk e njihja. E vërtet, kur vinte mbas një muaj nga situata, jo gatishmëri, jo anijet luftarake, jo ania nëndetësja amerikane, edhe kur na vinte me barbën, më kujtohet, na duk të shmëndori, na ipte frika. Atere kanë qenë dhe kohë vështira, dilni në detë, si qepej alarmi, dilnin pa cigare, më kujtojt kanë qenë porti dhe partizani. Dari merte me steka kur dilte në detë. Jo bekja, po të gjithë ka që pinin cigare. Pati mirë, ka vite që e Ka marrë 20 vjeç, jam larguar 26 vjeç. Nga detë. Dhe prapë ka bërë jetën në detë, se filloj në tragetin Brinë si Vlorë, ku prapë ja ku përkushtoj jetën detit. Nuk më të rim do. Jo. Kemi një jetë bukur, kemi gjiruar po thuaj në gjithë botën, s'kemi lënë vend më. Fëmijët i lindët këtu? Djalin e kemi lindur, për të lindur nuk ka lindur, se këtu ishte me frikë, se mbaron të oksigjeni, një grua para nesh. Qikë me merak edhe, para se të linde e qova më lorë. E kemi lindur 2 muaj para, 3 muaj para ikja. Kishte martenitin. Kishte, për nuk kishte i... Kanë lindur dhe shumë fëmijë sa zanjat dhe janë shumë të mirë, sot janë intelektual. Por me që kisha bjerë dhe bjerë këtu në Vlorë. Me që kisha prindrit në Vlorë, detyruam deti, se ishte muaj dimrit, muaj shkurt. Të vjen para 30 vjeç, nuk merres vesh qa flitesh e qa bësh, a një zhure madhe, një urdhëra, komanda, veprime, shko qa qësi e dani. Gjallëri. Po ju mungojnë ato zhurë? Na mungojnë shumë se tani mosha bënd vetëm, po prape duam dhe ato morin atyre viteve. Si punë e fëmijës të ti, kur rritë fëmijët të ti, s'ndjen me ato. Erën aromën. Klitvat e ato belbëzimet e fëmijëve e këto gjërë. Zhurmat e anijes të motorave më kujtohet. Ka pasur, kemi pasur edhe Arta, sa e vështirë ishte të ishe gruaja një komandanti? Me thënë ishte shumë kënaqësi. Me respektim më të madh. Grua oficeri dhe sidomos e oficeri